hijabi, mbulesa është ndershmëri. Kështu e ka thënë Allahu Azza wa Jalla. Është ndershmëri. Jo që ato që nuk kanë hijab, nuk është akuzë për ato, jo absolutisht. Por e shpreh nderin, turpin, marrën që e ka fillimisht para krijuesit saj. Fillimisht para krijuesit saj. Aisha radiallahu ta'ala anha të dashur vëllezër tregon një histori të vete personale, por e cila përçon një mesazh të fuqishëm për gratë e besimtarëve deri në kiamet, për me pas se qysh duhet me qenë turpi, marrja, ndershmëria, nderi besimtares, edhe në vesh, edhe në bartjen e rrobave. Thot Aisha radiallahu anha, në dhomën në vendi ku ishte varrosur profeti alayhi salatu wassalam, dhe pastaj u varros edhe Ebu Bekri. Ajo ka qenë dhoma ku ka jetu Aisha. Thot, hisha her pas here. Dhe kur hisha në këtë vend, i varrosur ishte profeti dhe Ebu Bekri, burri i saj dhe baba i saj. Thot, kur hisha brenda, thot, e hiqsha hijabin, e hiqsha shamin. Pasi kohë, pasi vdes dhe u vrar realisht Omeri radiallahu anhu, kërkoj me u varros afër dy shokëve ti, afër profetit dhe Ebu Bekrit. Dhe i tha Aishës, apo më lejon, sa ishte gjallë, apo më lejon me u varros afër tyre, sepse kishte shok dhe janë përmendur shumë hadithe. Ebu Bekri, profeti me Ebu Bekrin dhe Omerin, profeti me Ebu Bekrin dhe Omerin. Aisha i tha, po, por pas varrimit ose pas varrosjes së Omerit, thot Aisha radiallahu anha, këto është shërbimi i përmendjes këtij tregimi dhe kësaj historie. Thot Aisha, por kur u varros Omeri, e kur hysha unë në këtë dhomë, thot ma nuk e kom hiek shamin.